apostulli i ditës, unë pra i burgosur i për Zotin, ju bëj thirrje që të esni denjësisht sipas thirrjes për cilët u thirrët, me çdo përurësi e zemërbutësi, me durim, duke duruar njëri tjetrin në dashuri, duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Është një trup i vetëm dhe një frym i vetëm, sikurse ju u thirrët në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm, një Perëndi i vetëm dhe Ati të gjithëve, që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Por secilit nga ne ju dha hir sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radios Njallë dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavli drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu 1 deri në vargun 7. Vargu 1 i kapitullit 4 thotë: Unë pra i burgosur i për Zotin, ju bëj thirrje që të esni denjësi sipas thirrjes për cilën u thirrët. Apostulli Pavli dërgon këtë letër Efesianëve kur ai ishte i burgosur në Rom. Por ai cilëson i burgosur i për Zotin. Apostulli që i burgosur në Rom, jo për shkak të padenjësisë ose thyrjes së ligjit, por ishte i burgosur për Zotin. Dhe Perandoria romake kishte dhënë një urdhër për apostullin që të burgosej jo thjesht si shkerës i ligjit, por sepse ai ishte apostull i Krishtit. Kjo ishte në nderin e apostullit Pavlit dhe jo më kot ai e thot këtë gjë që t'i japi zemër dhe efesianëve, të cilët edhe ata rrezikoheshin nga autoriteti romak, i cili ishte filluar një përndjekje kundër krishterëve, duke i burgosur, keq trajtuar dhe martirizuar. Këtë çështje e trajton dhe apostulli Petro në letrën e tij, në letrën e parë, ai thotë: Në qoftë se ju fyejnë për emrin e Krishtit lum ju, sepse fryma e lavdis dhe fryma e Perëndis pret mbi ju. Nga ana e atyre ai blasfemohet, kurse nga ana juaj ai lëvdohet. Por asnjë nga ju let mos vuaj si vrasës, ose vjedhës, ose keqbërës, ose sepse përzihet në punën e tjerëve. Por nëse dikush vuan si krishter, let mos ketë turp, por let përlëvdoj Perëndin për këtë. Dhe vazhdon apostulli thotë: Të esni denjësi sipas thirrjes për cilët u thirrët, dhe këtu ka fjalën për thirrjen ungjillore që apostulli ju bëri efesianëve. Dhe në vargun 2 na thuhet: Me çdo porësi e zemërbutësi, me durim dhe duke duruar njëri tjetrin në dashuri. Patjetër që të ecësh në thirrjen ungjillore nuk është e lehtë, dhe një nga virtutet bazë ose themel i të gjitha virtuteve, apostulli Pavli përmend porësinë dhe zemërbutësinë, e cila tërheq hirin e Perëndis dhe e bën të krishterin të qëndrueshëm, i jep atij durim, duke duruar njëri tjetrin në dashuri. Dhe dashuria pastaj është virtuti më i lartë, siç edhe apostulli Pavli e trajton në letrën drejtuar Korintasve duke thënë: Dashuria është e durueshme, plot mirësi, dashuria nuk ka smir, nuk vën në dukje, nuk krekoset, nuk sillet në mënyrë të pajishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, nuk gëzohet për padrejsinë, por gëzohet me të vërtetën. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë. Vargu 3 thotë: Duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Tashmë apostulli Pavli këshillon të krishterët e Efesit të ruajnë unitetin. Uniteti është diçka e vështirë midis njerëzve, të cilët u liqen nga egoizmi dhe lakmia. Këtë shikojmë dhe brenda një familje njerëzore, ku pavarësisht se kanë një lidhje të njëjtë biologjike, ata ndahen midis njëri tjetrit, prindit me njëri tjetrit, vëllezërit e motrat me midis njëri tjetrit, dhe sa më tepër kjo ndodh në të tjerë njerëz, por në familjen e krishterë, ku njerëzit bëjnë vëllezër dhe motra me Krishtin, uniteti është i mundur nga fryma e shenjtë, të cilën ata e kanë marrë duke besuar në Krishtin dhe duke pagëzuar në Krishtin. Dhe shpirti i Krishtit qëndron tek ata dhe midis atyre dhe kështu e bën të mundur unitetin. Por si duhet ruajtur ky unitet? Pra kemi një sinergji, jo vetëm që uniteti dhe paqja vjen nga shpirti i shenjtë, por ne duhet ta ruajmë këtë, që do të thotë të përpiqemi që ndrojmë besnik të vërtetës, pra doktrinës, por dhe të ecim në porositë e Zotit. Dhe ecja në porositë e Zotit do thotë që ne të ecim në frymën. Dhe duhet pasur kujdes që mos t'i kundërvyejmë frymës ose mos ta shuajmë frymën e shenjtë, mos ta fyejmë frymën e shenjtë duke bërë gjërat e mishit, të cilat
i trajton përsëri apostulli Pavli në letrën drejtuar Galatasve, janë kundër shpirtit. Ai na thot konkretisht, a jeni kaq të marrë që mbasi niset në frymë të përfundoni në mish? Dhe përsëri në këtë letër ai sqaron. Dhe unë u them, esni sipas frymës dhe nuk do të përfundoni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit, dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën. Dhe përmend kush janë veprat e mishit, dhe një ndër to thot armiqësimi, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira. Pra, këtë duhet kishin parasysh efesianët që të ruanin unitetin e frymës në paqe. Vargu 4 thot, është një trup i vetëm dhe një frymë i vetëm, sikurse ju thirrët në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Pra, tashmë apostulli Pavli drejtohet trupit dhe ky trup është trupi i Krishtit, që është kisha. Ai vetë ka shkruar që kisha është trupi i Krishtit dhe ai është kreu i saj. Dhe një është trupi i Krishtit, nuk mund të kemi 2-3 trupa të Krishtit, prandaj nuk mund të kemi shumë kisha të krishterë, prandaj ne besojmë se një është kisha, siç themi dhe simbolin e besimit, besojmë në një kishë, dhe kjo është kisha katolike, apostolike, ortodokse, dhe në këtë kishë qëndron një frymë e vetme që erdhi në ditën e Pentekostit dhe qëndron aty dhe i frymëzon të krishterët në unitetin dhe kjo sjell paqen midis krishterëve, sikurse ju thirrët thot në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Shpresa e vetme e thirrjes suaj është shpresa në ungjillin, në lajmin e mirë. Por si është e mundur që sot ka të tjera kisha që nuk janë të krishterë ortodokse dhe kanë po ato shkrimin e shenjtë. Problemi është se shkrimi i shenjtë nuk gabon, por interpretimi i tij mund të sjellë gabime, herezi dhe skizëm. Dhe kjo bën të mundur pra që të kemi kisha të cilët pretendojnë se e kanë të vërtetën, por në realitet ata nuk e kanë të vërtetën sepse kanë devijuar nga e vërteta dhe kjo ka bërë që të ndahen nga ajo që është një trup i Krishtit. Vargu 5 thot, është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm. Tashmë apostulli Pavli këmbgul në unitetin e kishës që vjen duke qenë një trup i vetëm, një frymë e vetme, por dhe një Zot i vetëm, që do të thotë se Zot i kishës është Isu Krishti, i cili nëpërmjet veprës së tij dhe shpengimit të tij e bëri të përsosur dhe të mjaftueshëm shpëtimin e besimtarëve, dhe nuk mund të kenë besimtarët një tjetër Zot dhe shpëtimtar. Këtë apostulli Pavli e ka trajtuar dhe në letrat e tjera të tij, për shembull në letrën drejtuar Timotheut, ai na thot: në fakt një është Perëndia dhe një vetmi është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve, Krishti Isu njeri, i cili dha veten tij si çmim për të gjithë për dëshmim në kohën e caktuar. Po ashtu edhe në letrën drejtuar Hebrejve, apostulli Pavli këmbgul në këtë duke thënë: prandaj dhe mund të shpëtoj plotësisht ata që me anë të tij, pra të Jesu Krishtit, i afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësoj për ta. Por tu na del një pyetje tjetër, ashtu siç tham edhe më sipër. Si është e mundur që të ketë të tjera kisha të krishtera, të cilët pranojnë se kanë Isu Krishtin si Zot? Nëse ata pranojnë se kanë Isu Krishtin si Zot, atëherë ato mund t'i quajmë kisha të Krishtit. Jo, sepse kisha duhet të jetë një, sepse edhe Isu Krishti është një i vetëm, pra një Zot i vetëm, pra edhe kisha trupit i duhet të jetë një e vetme, po ashtu siç lexuam më sipër edhe Shpirti i Shenjtë është një i vetëm, por arsyeja është se ata ka një Zot tjetër, pavarësisht se e ka emrin Isu Krisht. Ai nuk është Zoti i vërtet, pra nuk është Isu Krishti i vërtet, sepse nuk mund ta ndash Krishtin nga kisha, ashtu siç e ndajnë heretikët, për shembull protestantë që nuk pranojnë kishën, nuk pranojnë misteret e saj, ose nuk mund ta ndash Krishtin nga nëna e tij, nga Julincja, ose nga shenjtorët. Prandaj një është Zoti i vetëm dhe ky Zoti i vetëm është në kishën e tij të vetme, pra në kishën tonë ortodokse. Vargu 6 thotë: një Perëndi vetëm dhe Ati të gjithëve që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Tashmë apostulli Pavli përmend një Perëndi i vetëm dhe këtu e ka fjalën për Atin, dhe në këtë pjesë ai ka përmendur të tre personat hynor, një Perëndi i vetëm, Ati, një Zot i vetëm Isu Krishti dhe një frymë i vetëm është Shpirti i Shenjtë. Ta tre persona hynor janë një qenie e perëndishme, duke bashkuar në unitet të pandashëm për shkak të esencës hynore dhe për dashurisë të përsosur me njëri tjetrin. Ky është modeli se si edhe të krishterët që janë në një trup të vetëm, pra në një kish, janë të bashkuar në unitet. Shikojmë që Perëndia triadik
qëndron përmbi besimtarin duke e mbështjellë atë, po ashtu dhe mbi të gjithë kishën, ashtu siç e përmend dhe apostulli Pavli, që është përmbi të gjithë, thu është Ati, në mes të gjithëve është Isu Krishti, biri i Perëndisë dhe Zoti ynë, dhe në ju të gjithë është Shpirti i Shenjtë. Pra, Perëndia dhe njeriu bën një njësi, ashtu siç edhe Zoti Jezu Krisht e ka përmendur në lutjen e tij, duke thënë: Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre, që të gjithë të jenë një, ashtu si ti o Ati je në mua dhe unë në ty, dhe ata të jenë një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar. Prandaj, të dashur me Krishtin, ajo që na tregon neve se jemi vërtet të Krishtit, është se ne bëjmë pjesë në një kishë katolike, apostolike, ortodokse. Çdo kishë tjetër, skizmatike dhe heretike, nuk është dëshmia se ata besojnë në Jezu Krisht, sepse, siç tha më sipër, Krishti dhe trupi i tij është i pandar dhe një i vetëm. Vargu 7 thotë: Po secili nga ne ju dha hiri sipas masës së lullëtisë së Krishtit. Tashmë apostulli Pavli tregon për dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, të cilët i jepen të krishterëve, sepse ata janë të bashkuar me Krishtin dhe marrin nga ato që janë të Krishtit, dhe këtë bën të mundur Shpirti i Shenjtë, ashtu si vetë Zoti Jezu Krisht ju thoshte nxënësve. Po kur të vijë ai fryma së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetvetja, por do thot gjithë ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtoj gjëra që do të vinë. Ai do të më përlëvdoj, sepse do të marr prej meje dhe do t'ja u kumtoj. Dhe Shpirti i Shenjtë është ai që ndan dhurata të ndryshme midis besimtarëve, dhe këto dhurata ndahen sipas urtësisë Perëndisë, që të gjithë të krishterët të kenë harmoni dhe unitet me njëri tjetrin, ashtu si përsëri apostulli Pavli ka folur edhe në letrën drejtuar Korindasve, duke na thënë: Ka larmi dhuntish, por njëti frym, ka dhe larmi shërbimesh, por njëti Zot, dhe ka larmi veprimtarish, por është i njëjti Perëndi i cili bën të gjitha gjërat në të gjithë. Dhe kjo krijon atë unitetin e kishës, që është një trup i vetëm, dhe përsëri apostulli në letrën drejtuar Korindasve e ka sqaruar më qartë duke thënë: Sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyr, dhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithëse janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është edhe Krishti, sepse të gjithë ne jemi pakëzuar në një frymë të vetme në të njëjtin trup. Dhe qofshim hebrej apo grek, qofshim sklever atë lirë, dhe të gjithë e kemi dhe jemi ujitur në të njëjtin frymë. Dëgjuat komentin e letrës apostullit Pavlit drejtuar Efesianëve.